Studimet të shumta tregojnë se vaji i ullirit, sidomos ai ekstra i virgjër, është i pasur me yndyrna mono të pangopura dhe me komponime bioaktive si polifenolet. Këto të çojnë së bashku çojnë në uljen e inflamacionit, në përmirësimin e niveleve të kolesterolit dhe në mbrojtjen e dëmtimit të qelizave nga dëmtimet oksidative. Por çfarë benefitesh na sjell ne ky vaj i ullirit, si duhet përdorur ai? Në momentin që ne këto produkt e marrim në sasinë e duhur, atëherë ne bëjmë të mundur uljen e kolesterolit të keq dhe rritjen e atij të mirit. Si ta dallojmë ne këtë vaj, nëse është cilësor apo nuk është cilësor? Disa dallime që nuk duhet të lëmë pa përmendur është fakti që vaji duhet të mbahet në shishen e qelçit. Ai në momentin që neve e provojmë mund të t'japi ty ndjesinë e të hidhurit, por gjithashtu vaji ka një datë skadence dhe një datë prodhimi. Si duhet ta përdorim ne atë? Në radhë të parë, ne mund ta përdorim sipër sallatës, në të cilët ai aty i ruan të gjitha vlerat e vet të ushqyese. Por a mund ta skuqim në atë? Patjetër që po. Në momentin që ne këtë vaj e skuqim në temperatura të ulta normale, ky vaj i ka përsëri vlerat e veta. Gjithashtu ne mund ta përdorim atë, ta hedhim si përgjellës në fund për aromë dhe shije. Vaj, nëse skuqet, a është i dëmshëm për ne? Jo pra. Kjo është thjesht një mit. Ne mund ta skuqim vaj në temperaturat e duhura. Në momentin që ne këtë vaj e skuqim në temperatura të larta, kjo gjë mund të kthehet shumë e dëmshme në shëndetin tonë. Sa lug vaj duhet të përdorim në ditë? Cila është sasia e nevojshme e vajit për të përdorur nga një person në një regjim ushqimor ditor? Sasia e duhur është 1 deri në 2 lug gjelle vaj. Me këtë vaj ne duhet të gatuajmë mëngjesin, drekën edhe darkën. Kjo sasi e vajit është mjaftueshëm për një person i cili ka një dietë të balancuar. Gjithashtu nuk duhet të lëmë pa përmendur që sasia e vajit është e bazuar dhe në nevojat kalorike të personit. Disa mite që ne hasim në përditshmërinë tonë. Shumica e konsumatorëve shprehin faktin që në momentin që ata e blejnë këtë vaj me një çmim të lartë, atëherë ky vaj është më i mirë. Jo. Cilësia dhe siguria e vajit nuk varet nga çmimi. Ne mund të blejmë një vaj tepër cilësor, ndoshta edhe me një çmim tepër të ulët. Një tjetër mit është fakti dhe mënyrës së ruajtjes së vajit. Unë e ruaj prej shumë kohësh, vaji im ka kaluar një kohë të caktuar dhe është më i mirë se ky vaj i cili është prodhuar sot. Jo. Vaji ka cilësitë e veta dhe ka kohën e vet, siç e përmendëm dhe më sipër. Vaji siç ka një datë skadence, ka edhe një datë prodhimi. Vaji ka afatin e vet në përdorim.